Histori nga jeta. Si na ndau llotaria amerikane. Unë që po ju shkruaj, jam një vajzë që sapo ka mbushur 28 vjeç. Jeta ime ka marrë disa drejtime që nuk e di as vetë si t'i shpjegoj. Një herë më vjen fati e pastaj më largohet. Më vjen përsëri edhe më lë prapë në mes të 4 rrugëve. Në moshën 20 vjeçare, u njoha me një djalë të mrekullueshëm. U dashurova aq shumë pas tij, por fati bëri që ai për 3 muaj të sëmurrej e të shtrohej në spital, ku edhe gjeti vdekjen. Unë pësova një goditje të madhe. Mirë po, siç thonë të gjallët me të gjallët dhe të vdekurit me të vdekurit, pas gati një viti u njoha me një djalë tjetër. Në fakt, nuk u lidha rastësisht me të. Më lidhi një kushurira ime. Në fillim, nguroja e nuk kisha e lirshme me të dhe ende nuk më kishte kaluar stresi dhe mërzia e humbjes së një viti më parë, kështu që kaluam një kohë të konsiderueshme pa u lidhur tamam. Gjatë kësaj kohe, unë nuk vura re ndonjë të keqe tek ai, kështu që u lidhëm. Në fillim jetonim të ndarë, por më pas, ai më njohu me familjarët e tij dhe ne u fejuam. Ishim një çift për të pasur zili. Në çdo moment të jetës falenderoja Zotin për këtë mrekulli që më solli. Nuk kishim mundësi të jetonim në një shtëpi tonën, kështu që shkova të jetoja te shtëpia e prindërve të tij. Shkoja shumë mirë me tatin dhe me nënën e tij. Ata më donin shumë dhe unë gjithashtu. Edhe pse të dy kishim punë të mirë, vendosën të hidhnin llotarinë amerikane. Në fillim, Vjeri dhe Vjera u mërzitën. S'është se e fituam, moj mama i thash, po jemi shumë mirë këtu, pse duhet të hidhin llotarinë? Nëse nuk ishte edhe shumë problem, kjo gjë se për pak ditë u harrua. Asnjërit nga ne nuk i shkonte në mendje se do të na dilnin vizat për në Amerikë. Në fakt, mua nuk më doli, por i doli të fejuarit tim. E lexoja dhe e rilexoja përgjigjen time e nuk po kuptoja pse nuk duhej të më kishte dalë mua. Në fillim i fejuari im u mërzit, se nuk më doli mua, por më vonë thoshte: "Shqyr të paktën më doli mua. Tani kemi një dritë shpresë edhe për ty." "Po pse nuk më ka dalë mua? Ne jemi të fejuar," i thash. "Po jo ligjërisht, duhet të bënim celebrimin, po s'ka gjë se do ta rregullojmë atë punë." Shkuam në bashki dhe e bëm celebrimin. Futëm një kërkesë që të mund të pranonin si gruaja e tij. Na kthyen një përgjigje se do ta rishikonin kërkesën, por për momentin nuk mund të më jepnin edhe mua vizë. Nuk është e lehtë t'u hedhësh atyre të ambasadës. Ndoshta e kishin kuptuar se një celebrim aq i shpejt mund të ishte falso. Ndonse ne kishim vite që ishim të fejuar dhe për fatin tim të keq nuk e kishim bërë celebrimin. Takuam një avokat dhe ai na tha se pas 6 muajsh do të më jepnin edhe mua vizë, kështu që duhej të shkonte i fejuari im dhe pastaj do të më dilte viza dhe mua. U mërzita shumë kur ai iku sepse isha mësuar me të në çdo moment. Edhe prindrit e tij u mërzitën shumë. Ai ishte djalë i vetëm dhe ata tashmë nuk ishin se me këtë rinin. Jo se ishin të vjetër, por kishin nevojë për ysmet, por se donin që të kishin njëri afër. "Besoj se ti do të rish me ne," më tha i ati. "Nuk e pse të largohesh tani që kemi mbetur vetëm." Jo, nuk e kisha as pak ndërmend që të largohesha nga ju," thash me gjysmë zëri. "E çfarë do të bëja unë aty ku nuk ishte i fejuari im? Jo se nuk më donin, por unë do të doja të rija në shtëpinë time." "Jo bi," më tha baba im, "nuk bën të ikësh tani që të iku i fejuari." "Po si do të rri unë aty kur nuk e kam atë?" "Po ike, do të lërë dhe nuk do të marrë më në Amerikë." "Ç'është kjo që po thua, babi? Pse nga kjo varet bashkimi im me tën? Ne e duam njëri tjetrin dhe nuk do të ketë asgjë që të na ndajë." "Ashtu qoftë, moj bi," më tha babai. Muaji i parë mezi kaloi. Çdo çast që kalonte më dukej kohë e kaluar kot. Prindrit e tij më mbanin shumë mirë. Nëna e tij mërzitej shumë, por mundohej ta mbante veten e të mos më mërzitej edhe mua. Gjatë këtij muaji, ai na merrte çdo ditë dhe natë, po mundohej të lidhej me ne me anë të një avokati që të na ndihmonte për të më marrë dhe mua atje.
Po nuk ka nevojë, më duket se këta të ambasadës ta japin një kollaj bashkimi familjar, i thash. Po nuk na e dham, pastaj si do të bëjmë? Nuk e lënë në dorë të shqiptarëve, të dua këtu sa më shpejt. Këto ishin fjalët e tij muajin e parë. Muajin e dytë ai filloi punë dhe telefononte më rrallë. Edhe koha nuk i korrespondonte për shkak të ndryshimit të madh të orës. Nejse ishte muaji i dytë dhe malli ishte shtuar, po sikur mësuam pa të edhe unë dhe Ema. Pastaj muaji i tretë dhe i katërt ishte totalisht ndryshe nga muaji i dytë e sidomos nga i pari. Lodhem shumë në punë, thoshte, kur dilte të fliste me ne. Po për letrat s'po bën, e ke takuar me avokatin? Më kishte lënë takim këtë të enjte, por nuk shkova. Pse u habita? Si pse isha në punë? Ku të japin lej këta për gjërat vogla? Gjërat vogla? Pse gjë e vogël jam unë? Gjë e vogël është bashkimi ynë. E huti gjithçka e merr për keq. Unë nuk po thoja ashtu. Pak stres kam unë këtu, që ri dhe të duroj dhe ty. Këto fjalë më zemëruan pa mas. Nisa të qaja dhe shkova nga dhoma tjetër, duke e lënë të fliste me të Emën. Ai është shumë i lodhur, më tha ajo, kur erdhi nga dhoma. Duhet i flasësh më me takt. Nuk e kupton sa të vështirë ka ai atje vetëm? Ne këtu së bashku dhe mërzitemi, po ai, nëse mërzitet të mundohet të më marrë dhe mua atje, ja ndërpreva fjalën vjerës. Ajo nuk e priti reagimin tim. Ishte mësuar që t'i bindeshta dhe të pranoja të gjitha fjalët e gjërat që ata bënin, por tani isha lodhur me të shtirura. Ua, ç'është kjo e folur moj bim, tha ajo. Unë për të mirën tënde e kam. Vetëm të mirën time? Po e mira e djalit tënd, nuk është? Ju përgjigja unë me zemërim. Je shqetësuar, prandaj flet kështu. Ti mundohu të jesh e qetë që ai të gjej qetësi dhe jo mërzit e ti. Këto fjalë më bën të mendoja edhe një herë se çfarë bëja unë në atë shtëpi. Të nesërmen shkova te prindrit e mi dhe ja tregova nënës të gjitha që më kishin thënë si i fejuari dhe nëna e tij. Po ndoshta je rrëmbyer pak moj bi. Ai është i fejuari yt dhe mund të thotë në një fjalë. Edhe ti mama mendon kështu? Unë erdha te ti që të gjeja një mbështetje. Mbështetjen tek unë e ke dhe do ta kesh gjithmonë, por unë kam hallin tënd që të mos mërzitesh. Po sikur ai me këtë sjelljen tënde të mos i bëj letrat nga inati, atëherë do të ishte më mirë, do ta kuptoja se ai nuk është i duhuri për mua. Nëse ai më do të bëj çmos të më marr atje. Mirë zemër, bëj si të duash, vetëm mendoj gjërat dhe peshoj mirë para se t'i bësh. Këto fjalë të nënës më bën të reflektoja. Mu duke edhe mua se u rrëmbeva, ndaj mora në telefon vjerën që ta zbusë situatën. Nuk bëre mirë që ike pa më thënë, më foli shumë ashpër. Unë të kam mbajtur në shtëpi e të kam trajtuar më mirë se sa të kisha vajzën time. Kështu e ka kjo punë. Sa më mirë të sillesh me njerëzit, aq më keq ta bëjnë. Ç'po thua kështu? Unë erdha te mami që të rria pak, asgjë nuk ka këtu për t'u hidhuruar. Asgjë nuk ka për ty, po kur Genci e mori vesh, u revoltua dhe tha që kishte patur të drejtë kur mendonte se sa ti ikte ai, ti do të ndryshoje. Genci të tha kështu? Po për ndryshimin e tij. Nuk tha gjë Genci? Ja ktheva unë me të njëjtën ton siç më foli ajo. Po ja, ashtu si bëre e gjete. Kur tha këto fjalë, mu duk se e kisha jetuar me të sa vite nuk po e njihja as pak. Atë kisha dashur dhe trajtuar më mirë se nënën time. Madje kur vija te mami, nuk bëja asnjë punë, kurse për vite me radhë unë nuk e lash atë të bënte as kafen e saj. Këto nuk janë muhabete që bëhen në telefon, i thash. Ja të vite shtëpia e të flasim. Unë tani po dal e nuk do të jem kur të vish ti. Unë s'kam asgjë për të thënë se nuk më përkasin mua këto punë. Fol me Gencin më mirë. Po kjo punë nuk më dashka në shtëpi tani, për një gjë të vogël më hodhi tej të gjitha ato që kam bërë për të, mendova. I bëra një telefonat fejuarit, por ai nuk u përgjigj. Ndoshta ishte në punë. I lash mesazh se doja të flisja urgjentisht me të. Në darkë vonë ai më mori. Je sjell shumë keq me prindrit e mi, më tha pa më lënë të flisja. Nuk e prisja këtë nga ti. Nuk e prisje? Po ti i ke thënë nënës tënde se e dije që kështu do të bëja, apo jo? Të paktën kështu më tha ajo.
kush po gënjen e kush po thotë të vërtetën tani se nuk po e kuptoj. Pse merresh me llave? Nuk e kupton se ke bërë një gabim të madh? Unë nuk kam bërë asnjë gabim, por kuptova se mund të bëja një gabim nëse do të rija edhe pak me atë grua. Ej, e di se me ke po flet kështu? Po e di shumë mirë. Nëse ajo nuk më do, as unë nuk e dua. Nëse ajo mundohet të flas çdo lloj fjale për mua, s'kam pse të ri me të. Po si mendon se do të martohesh me mua kur flet kështu për prindrit e mi? Të martohem me ty? Po si do të martohem kur ti je në anën tjetër të botës? A i ke mbaruar ti letrat që të më marrësh mua? Me këtë sjelljen tënde nuk e meriton të vish këtu. Këto fjalë më bën të ulurisja me të madhe. E mbylla telefonin dhe prita të më merrte përsëri që të më qetësonte, por ai nuk më mori. As ditën tjetër nuk i ra telefonit. Të tretën ditë i rash unë. Për çudi ai e hapi menjëherë. Si ke qenë, ai e lodhur? I thash sikur nuk ishte ndodhur asgjë. Nga pak, po prisja telefonatën tënde. Doja të thoja, s'ka gjë se unë u qetësova tani. E kuptoj se ishim të nxehur që të dyja, preva fjalën, duke menduar se ai po kërkonte të pajtohej me mua. Ne kemi dhënë prova që jemi një çift i bërë për të qenë bashkë gjithmonë. Në fakt, nuk doja të thoja këtë. Tani e kuptoj se jemi nxituar me fejesën tonë. Të mendojmë edhe pak dhe më pas marrim një vendim. Ç'është kjo? Po më kërkon të ndahemi? Tani që shkove atje më dhe duart? Mos e merr për keq, është e vështirë të marr këtu. Ti vazhdo, ja ndërpreva fjalën në mes dhe ja mbylla telefonin. S'kisha nevojë të dëgjoja më tepër. Ai po mundohej të më thoshte se po ndahej me mua, por unë nuk doja ta dëgjoja këtë. Prita të më telefononte, por ai nuk e bëri. Kjo ishte historia ime, e cila të bën të jesh pesimiste dhe të mendosh se jeta është shumë e vështirë.